Çfarë ndodhi 3 mujorin e 4 të 2024-s, pra në tetor, nëntor, dhjetor, me lejet e ndërtimit në Shqipëri? Në total, në dhanë 317 leje ndërtimi në të gjithë Shqipërinë, me një rritje prej 4.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të 2023-shit. Sigurisht, kryeson Tirana me 114 leje ndërtimi dhe ndjek Durrësi me 76, dhe qyteti i tretë në radhë është Elbasani me 28 leje ndërtimi. Diferencë madhe shumë. Diferenca akoma më e madhe janë dhe metra totale të ndërtimit që janë shtuar Tiranës krahasuar me qytetet e tjera. Kjo vjen sigurisht si rrjedhojë e projekteve më të mëdha, kateve më të larta ndërtimit dhe sipërfaqeve të ndërtimit që sa vjen shtohen. Plot 348.000 m2 ndërtim do t'i shtohen Tiranës. Durrësit pothuajse 65.000 m2 dhe qyteti i tretë për m2 ndërtim nuk është Elbasani, por Vlora me vetëm 25.000 m2 ndërtim. Si e parashikoni 2025-ën? Do të ketë një shtim të lejeve ndërtimit apo një ulje të tyre?